Kam nderin të kem Ardhur Zekën, kryetar të Noktës. Faleminderit shumë për një kërcëllok. Në krahun tim të majt kam Yll Avdiaj, i njohur sekretar i Noktës. Psikoterapi trupore, çka lidhet kjo me psiqikën e njerit, me trupin, me... Zatën e ndoshta e keni vrejt edhe këtu të na në qendër, do thotë se ne mbajmë kokërshinte, do thotë ku ndoshta dallon prej versioneve tjera ku kryesisht ulem në kolltuçe. Na përmendëm për shembull toksimin edhe frymorën, që i bën që na vetëm po krijojmë një farë qëndërzimi me veten tonë. Ashtu si profesionist shëndetit mendoj në përgjithësi dukem si të çuditshëm. Pse në më është kjo kur të çet në psikolog ose në psikoterapeut thonë më çuditshme dikush kanë ndonjë duket që ata vetë janë mirë. Në psikoterapi kemi një farë thonë atë kur njerëz nuk e kanë me neve, kanë me veten e vet. Pra gjëja e parë që neve na duhet me ditë është se psikoterapia nuk është psikologji, nuk është sistem akademik, është sistem profesional. Pjesëmarrësit ose ata që aplikojnë siten një herë mirë para se me hy, pra jo gjithkush bashkë mundet me hy, por du me bë pjesë e Noktës edhe po hy në trajnime edhe po vazhdoj. Edhe kur ishe 4 grupet e fillon për vitit 2007 dhe jena vitin 2025, po dalën 2026, kemi arrit veç 10 persona me i nxjerr, që me diplomu në psikoterapi trupore. Paragjykimi më i madh që ke dëgjuar psikoterapi trupore? Kjo pjesa për shembull ideja se këtu ngjeshim njerëz. Jo, nuk është, na nuk ngjeshim njerëz. Kështu prej shtëpisë, apo keni ankesa, që do të thonë vikendeve në zonë, ditëve në zonë. Gjithmonë në shërbim të njerëzve të tjerë. Me shtëpisë çfarë keni punë? Kur qysh. Po ju mundon me vjedh diçka, se zonatit i vjedhet.